Në muajin maj të vitit aktual, kredia e re dhënë nga sistemi bankar arriti në 34.4 miliard lekë me një rritje shumë të lehtë prej 2.5%, krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Megjithëse kemi të bëjmë me një vlerë më të lartë në total, dinamika brenda strukturës së huamarrjes tregon një tendencë interesante. Bizneset kanë ulur kërkesën për kredi, ndërsa individët kanë shtuar ndjeshëm huamarrjen. Konkretisht në maj të vitit 2025, kredit për korporatat jo financiare private pra bizneset ranë në 22.96 miliard lekë nga 23.66 miliard lekë një vit më parë. Rënja vlerësohet në rreth 696 milion lekë ose gati 3% më pak në terma vjetor. Në të kundërt, individët dhe institucionet që u shërbejnë atyre kanë rritur huamarrjen në mënyrë të dukshme. Kredit për këtë kategori u rritën nga 9.86 miliard lekë në 11.37 miliard lekë me një rritje prej 15.3% krahasuar me majin e vitit 2024. Kjo është edhe rritja më e madhe vjetore për individët që prej pandemisë. Për sa i përket huave për blerje banesash, ato regjistruan një tjetër muaj me rritje të qëndrueshme. Në maj të vitit aktual u dhan 5.9 miliard lekë kredi për blerje banese, duke u rritur me 17.7% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit kaluar. Kjo është edhe shifra më e lartë e dhënë ndonjëherë për këtë qëllim për muajin maj që për vitin 2016, duke reflektuar gjallërinë e tregun e pasurive të paluajshme pavarësisht kostos në rritje të jetesës dhe interesave. Në një analizë më të gjerë krahasuese vëret se kredia për individët është rritur më shumë se 2 fish krahasuar me majin e vitit 2020, një reflektim i rimëkëmbjes graduale dhe rritjes së konsumit. Nga ana tjetër, kreditimi për bizneset mbeten në nivele të larta, por me një ngadalësim të dukshëm pas rritjes së fortë që shënuan në vitin 2024.